zërnecin për protestën në Tiranë, për pikat, 5 pikat që u lançuan mbrëmjen e djeshme nga protestuesit, por më shumë në këtë bisedë sot do fokusohemi në aspektin ekonomik sesa në atë politik, edhe çështjen do ta trajtojmë pra gjithë këtë situatë në Shqipëri me profesorin Azmin Stringa. Profesor, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje, faleminderit ju. Profesor, tashmë që kanë kaluar, jemi në javën e 4. Keni më dyshime nëse ky është një projekt që nisi atje për një turizëm të vërtet apo një biznes imobiliar për çitje vilash që më pas kaloi çështja edhe në politike. Pra ka sekrete me projekti, sepse edhe kompania e Kushnerit në mos gaboj dje kishte reaguar duke thënë që ne nuk kemi të përfshirë drejt për drejt në këtë. Pra një rrjet kompanish. Kjo është e bukur e kësaj teme që gjithçka këtu fillon nga mungesa totale e transparencës nga qeveria, e cila e ka bërru këtë gjë. Këto informacionet që ti përmend janë informacione që njerëzit nga ulumtimet ose nga presioni mediatik po dalin në pa. Nga ana e qeverisë ne nuk kemi parë asnjë dokument, asnjë studim, tani janë të rrequr edhe nga 4 miliardë që thanë ishte vlera e vjetër, po ne nuk e dinim çfarë thot Ministria e Ekonomisë, nuk thot tjetri, edhe një mungesë totale transparence, një mungesë totale, një inkoherencë totale, që është fatkeqësi dhe kjo është bërë praktikë, është bërë modë në Shqipëri. Ne do të kemi parasysh diçka që baza e demokracisë është transparencë dhe llogaridhënia. Në një vend ku kërkohet mirëqeverisje dhe mirë menaxhimi i financave publike i pasurive të qytetarëve shqiptar. Kurse në vendet autokratike edhe në vendet diktatoriale, baza e qeverisë është censura edhe ajo që quhet beso po pa kontrolluar, merret me riqen atë që vjen nga lart, nga qeveria versione. Fatkeqësisht ne sot nuk kemi asnjë dokument për të mbështetur që prezantimet e qeverisë dhe përkundrazi kanë dalë në pa projekte, studime, por edhe deklarata si të Kushnerit, që këtu kemi të bëjmë thjesht me këta biznesmenat shqiptar me ca ortak të vetë të huaj si prestanome për një industri zhvillimi të asaj tipike siç quhet, që kryeministri ose ka qef ta marketoj, po modeli palasës që është hapur tani po flitet shumë hapur edhe troçe, ai është modeli që këta model ekonomik në këtë mënyrë pra. Jeni kundër këtij modeli ekonomik? Është ai model i tmerrshëm. Mendoni pak diçka, me kryeministri nuk e thot. Është hapur në mënyrë të padrejtë kjo që po folë kundra turizmit, pas fol kundra turizmit, po bëjmë mrekulli turizmin, është një çmenduri. Unë kam thënë disa vende të tjera. Shqipëria sot e ka peshën që të turizmin e ekonomi, po aq sa Greqia dhe Kroacia, që janë tek 25% i ekonomisë së tyre. Edhe pyetja që çohet është sa do ta çojë ky kryeministër turizmin si peshë të ekonomisë? Ka ndonjë vend në mesdhe edhe në Europë që e ka më të lartë se 25%? Apo do ta bëjë si Maldivet, që janë vende që s'kan asgjë, kanë peshkim edhe turizëm. Pra ai model ekonomik nuk funksionon. Modeli ekonomik është ai që është i diversifikuar. Fatkeqësisht Shqipëria është e përqendruar në 3 sektor: turizëm, ndërtim dhe bujqësi, e cila po shkatërrohet si fatkeqësisht si sektor si rezultat i turizmit dhe ndërtimit dhe paraspisët. Edhe nuk ka vend tjetër në botë, as në Europë, që ka këtë kombinim në këto 3 sektor me kaq produktivitet të ulët sa që kemi ne, sidomos në sektorin e ndërtimit dhe turizmit. Gjithashtu, modeli turizmit që kemi ne është një model turizmi nga ai që quhet modeli i turizmeve të safarit ose turizmi enklavës me gardh, siç e pam ne vesh, modeli që zhvillohet në palas. Ky model turizmi është dhe më i keq se turizmi vetvete, pra, që ka Spanja, që ka Greqia, që kanë këta. Pse? Sepse të gjitha vendet mundon të kenë turizëm gjithvjetor, të kenë turizëm të diversifikuar dhe të kenë turizëm që përfiton një pjesë e madhe e shoqërisë. Nga ky lloj turizmi i enklavës nuk përfiton gati 99% e shoqërisë, nuk do përfitojë. Po, ju pak më parë 25% është pesha e sektorit turizmit. Po, nuk do përfitojë, Çfarë ka të keqe nëse do fokusoheshim më shumë siç thotë qeveria, pra në këtë rast po mundohem të sjell këndvështrimin e saj në bisedë, që të turizëm elitar, pra mos fokusohemi vetëm në cifrat 15 milionë, 10 milionë, 20 milionë turistë, po ata që të vinë të jenë elitar. Këta japun përgjigje, se nuk është problemi që
E para një herë, trim të kjo një herë. Kur unë them që 25% e ekonomisë është turizëm, e diti kush janë vendet që kanë më shumë se 20% e ekonomisë turizëm dhe pastaj bujqësi që kemi ne, janë vende si Vanuatu, Tongo, Ruanda, e ke pa që shkojnë këto elitat, e ke pa dhe janë dhe këta shqiptarët e pasur që shkojnë të këto rezortet, e ke vërreti, edhe vetë vërin në rezort, ka një person me makinë që i shoqëron, apo jo, kurse aty mas gardit janë ata që i binë me çekiç akoma si para 2 shekujsh. Që sa ai model, është model që jep rritje ekonomike, pse elit janë dhe ka që shkojnë aty apo në Afrika, që sa ai model si rritje ekonomike, atë do të rritje ekonomike në Shqipëri, por nuk si rritje ekonomike edhe modeli. Dhe merr zinxhirin, shumë kollaj. E diti që ata njerëz nuk kanë as interes të blejnë produkte bujqësore vendase. Pse? Sepse ata i duan të standardizuara. Kështu që dhe ato produkte që do japësh ti për ushqimin aty në këto hotele, do vinë të gjitha të importuara. Pra ju thoni që edhe nëse do ishte 4 miliardë investimi, shërbimi, investimi, do ikën gjitha nga jashtë. Do xhiroheshin jashtë. Do gjitha do vini nga jashtë. Dhe sigurisht gjë më e bukur. Pse nuk e bëjmë unë këtë pyetje? Pse nuk bëjmë modelin që ka Greqia të turizmit? Ne kemi qenë gjithë në Greqi që shkojnë crociera e gjëra, pa aty secili grek është efendikoi i hotelit vet, apo jo? Edhe kur e blen një tokë, diti sa e ke planifikimin, që koeficient që mund ta bësh apo jo. Kemi edhe shqiptarë që kanë tentuar kanë bler atje. Për shqiptarët kanë më të lehtë të investojnë në turizmin aty se të investojnë në turizmin këtu. Shqiptar nuk bëhet dot zot i këtij. Dhe ne shkojmë me kënaqësinë në Greqi, gjejmë ato dhomat, gjejmë ato plazhet, gjejmë ato të gjitha, Pak veta gjen në Greqi këtë model në rezorteve të përhapura. Dhe gjë tjetër është këtu pastaj që ti thua, do të ka diçka perverse kjo. Që ky lloj modeli po u bë me këtë turizmin elitar që thuhet, nuk ka nevojë për shqiptarët, është model që nuk ka nevojë për Shqipërinë, si model ekonomik nuk ka nevojë për popullsinë shqiptare që të begatojë. Mendoj kështu. Konsumi, ata që vinë dhe blejnë, janë këta elita, Nuk interagojnë fare me popullsinë vendase. Punonjësit i marrim gjithë nga lindja, Filipine, Bangladeshi, ushqimet i marrim të gjitha nga importi, dhe mbajmë një popullsi jashtëfshatarët që rinë atje mbrapa gardhit, që ata nuk i lejmë të futen, po do ta shesin një herë tek grumbullusi, që grumbullusi ta çojë për shembull tek ta furnitorët e mëdhenj, që të hapi ai supermarketin brenda gardhës, nuk do t'i lejë ai, se është budallak ta oligarkët shqiptar, të cilët do mbyllin gjithë ciklin. Këta do të marrin edhe turistin, i shesin edhe naftën, i shesin edhe supermarketin. Jam i qartë, nuk ka nevojë fare për prodhuesin shqiptar. Duan ta mbyllin gjithë ciklin dhe çelësi për këtë është sa më e vogël të jetë ky lloj modeli ekonomik, që kjo është çështje. Ky lloj modeli ekonomik po vazhdoi, jo vetëm që nuk ka nevojë për shqiptarët, por është një model ekonomik i cili gradualisht qëse nuk bëhet tranzicioni i sektorit bujqësisë, që thashë është në vitin e 5 që po bie si sektor. Dhe nuk po flas që po bie, nuk po rritet se sektorët e tjerë. Se po të kështu që hajde zhdukim bujqësinë fare dhe u bëm vend i zhvilluar. Po bie pa u bërë tranzicionimi në sektor të tjerë të popullsisë dhe po bie si peshë sektorit pa u rritur produktivitetin, ndërkohë që është ndër vendet me produktivitet më të ulët në sektorin e bujqësisë Shqipëria, krahasim edhe me Greqinë, me Italinë, ta mbysin. Po e vrasim sektorin, se s'ka nevojë për sektor. Dhe si rezultat i kësaj, ky modeli nuk ka nevojë për shqiptarin, nuk ka nevojë sidomos për shqiptarin e ndershëm. Do ketë nevojë për ato 300.000 veta në administrat, 400.000 veta këtu, dhe Shqipëria gradualisht do kthehet në një vend që mban ky model tek 700.000 deri në 1 milion njerëz të ardhmen. Po të shohim dhe trendet demografike, po të shohim hartën që është prishur tërësisht skema demografike e Shqipërisë. Dhe kemi rrugë elementin tjetër që kombinimi me rrezikshëm, se ne folëm këtu sikur të ishim një vend idealist, turizmi apo jo turizmi. Këtu po flasim për gjë tjetër tani në Shqipëri. Turizmi me paranë e pisët. Sektori i ndërtimit me kriminalizimin e ekonomisë, tani mendoj pak, ne kur kemi pretendime që bëj kujdes. Po edhe pa paranë e pisës, kryeministri tha sot që paraja e pisës është në ekonomi, po nuk është problem aq i madh. Po çfarë do thotë kryeministri? Kryeministri pranoi vetëm fornisë gënjen. Pra kjo është gjë më e bukur. Kryeministri nuk do ta pranojë që në ndërtim është paraja e pisës, Tani, unë çfarë evidencash duhet të kem unë
Dhe këtu kemi të bëjmë me një kryeminist që është fatkeqësia e këtij vendi, sepse ai po pranoi këtë, ka pranuar që është kriminalizuar por ai. Çfarë do të shoh më shumë unë kur vetë Spaku para 4 në dy ndërhyrje kapi ekuivalentin në një ndërhyrje kapi ekuivalentin e 6 pallateve të mëdha. 6 pallate në një ndërhyrje, ha? 6 pallate në një ndërhyrje. 6 pallate Tirana. Te ndërhyrja tjetër një ekuivalenti 4 pallateve, pra 10 pallate në një ndërhyrje, ha? 10 pallate të mëdha, ha? Dhe çfarë mund të thotë kryeministri kur këtu neve shohim që kur Spaku arreston edhe ai çka quhet kriminali I nivelit fundor, ai ushtari, ha? Lexojmë ka 10 apartamente, 7 garazhe, 5 vila, apo jo, më i ulët. Lexova një tani në një nga shkrimet tuaja që në mos gaboj theksonin që vetëm këtu edhe ky mund t'i bënte bashkë Shtufin dhe Ivanka Trumpin. Eksaktësisht. Po ta shohësh me vëmendje I bëri bashk, ky arriti të bëjë diçka që ata është pa e konceptueshme për ata. Domethënë ndërkohë që Amerika është duke luftuar krimin e organizuar dhe kartelet e drogës. Krimin e organizuar, kartelet e drogës dhe pastrimin e parave në të gjithë botën e ka ngritur strategjia e presidentit Trump. Ky arriti ta bëj bashk Ivankën me atë si kishte që është kërkim tani për Shtufin. Për pastrim dhe pastaj Shtufin, ha? Pra dhe për pastrim produktesh, edhe për ndërtim, edhe për trafik, ndërkombëtar droge, edhe për përvetësim të padrejt pronash, po ta mendosh në këtë. Kështu që kjo nuk tonë kanë rastësi që I erdhi nga qielli ky sulmi kryeministrit ose kështu. Është vërtet. Domethënë investimi tim më I madh është ky që po flasim me këta figuranta. Dhe pastaj shohim shifrat zyrtare, që kryeministri ka një pretendim që ky modeli ekonomik nuk është e vërtetë, që nuk bazohet te paraja e pisët, për mua ka dhe gjë tjetër, bazohet tek paraja e pisët dhe tek paraja e korrupsionit, se këtu po flasim dhe për korrupsion madhor këtu, ha. Edhe po të shohësh ta kanë gjithë nga një vilë dhe këta kanë nga 2 vila, nga 3 vila, edhe ushtarët më të humbur. Te këtu për shumë korrupsioni dhe krimi organizuar janë bërë nisë, se kanë deportuar në administrat. E pam neve që ndodhi me të dhënat. Ata tani mafia tani nuk ka më nevojë të korruptojë administratën. E ka të sponsorin vetë brenda aty në polici, e ka te noteria, e ka te kadastra, e ka te tatimet, e ka te gjitha të pra, I kriminalizim total I vendit, edhe I qeveri e vënë gjitha në dispozicion të krimit dhe të korrupsionit. Provoje ti për shembull të bësh, ja ti bëj një pyetje unë. A ka njeri të bëj pyetje kështu logjike? A ka një ti do pranoje, do ishe I gatshëm të paguaje 150 milion euro për një tokë pa pasur garancinë që qeveria do ta kthente nga tokë arë në tokë trull? Ta mban ty, ta bëjnë këta, si mendon ti? Po shkove e bleve pa leje. Pra ai është pengmarrësi më I madh. Ai që thotë ai e ka ndërtu këtë ekonominë që po nuk fole me sekseret e tij. Po tani dalim nga këtu, dalim te drejtësia. E shpëton drejtësia gjithë këtë? Drejtësia po bëni punë të jashtëzakonshme për bu. Unë them që vetëm ajo na ka ngel në këtë model fatkeqësisht. Dhe është vetëm që po na tregoni pikturë të vërtetë. Dhe nuk do të ishte drejtësia, ne do bëjmë pyetje neve. Si është mund që vetëm Spaku I kap? Pra ky I ka dhënë një sinjal, si kryeministër, nuk kam thënë këtë me elefantin, ë? I vetë person thonë amerikanët që është kur futet një elefant I madh në një dhomë që ka shumë zile, dhe asnjë nga zilet nuk bie, I vetë person që është ka aftësinë për të fikur të gjitha zilet njëkohësisht është vetëm ai që ka kontrollin, që është kryeministri. Pra, ky ka dhënë urdhër enteve shtetërore, parandalimi parave, Ministria Financiare, që ne nuk do ta luftojmë për krimin, pra, dhe paranë e pisët. Se tos ke vërë të kapin në gjota? Në një herë? Të ka të vite? Asnjë gjë. Kur tak po I kap Spaku. Pra, ka shteti struktura antikorrupsion, jo vetëm drejtësia. Domethënë këtë po thoni që drejtësia do të jetë e fundit, drejtësia është zile e fundit, ama jam I qartë. Ti ke Bankën e Shqipërisë që s'ndjehet, që ka sistemi financiar. Ke antikorrupsionin. Asnjë rezultat. Ti ke pastrim e parave, asnjë rezultat. Ke krimin ekonomik, hetimin tatimor,
Po çfarë nuk ke në administratën qytetare që janë organe legjizlatuese, policin, policin e gjitha. Në fakt, s'kemi asnjë rezultat. Që tregon që kjo është lënë me vetëdije dhe kjo do na bëjë neve një dëm shumë të madh sepse po bëhemi dependent, ë. Ne jemi shumë dependent nga kjo paraja pisët edhe nga ky sektor. Shikoj nesër ekonomia, kjo ka një gjë shumë të keqe që paraja pisët e largon paranë e pastër. Një. Pra, është më lehtë futet ajo, ti largohesh, se s'do të asosiohesh me ata. E dyta, paraja pisët ç'a bën? Të soldat e pasohet me euron, ty që shqiptarët i varfërojnë gjithë, përveç butësisë varfërojnë dhe konsumatorin, apo ja? Se sa do më lekun aty, shqiptarët kishin kursime, ai nuk ka do lekun. Ai thotë nuk i du lekët e tua, nuk i du. Kam gjë lekun e tjetër më lirë, më mirë, më thjesht. Se ka plot. Gjitha këto që ju po thoni tani edhe dhoma amerikane e tregtisë sot i ngriti gjitha këto shqetësime, nga korrupsioni, monopolet, pastrimi parave, etj. Monopolet e licencës që këto kontrollojnë. Pra, unë kam thënë një shpejtë. Po ta marrim në katër parime kushtetuese, në katër parime kushtetuese. Kjo qeveri e ka tradhtuar kushtetutën, pra, të drejtat juridike. Ti marr shumë thjesht. E drejta e pronës dhe e kapitalit financiar. Ti sot nuk e përdor dot pronën pa lejen e këtyre. Jemi të qartë. Ta shpjegova rastin. Po e bleve ti pa leje, ti nuk e këta konvertoj në trull, për nuk e parashikosh mëri juridike. Që bëhet plani urbanistik, ta thonë, ta blej një oligarku për 2 lek, pastaj ati ja bëj planin unë me KKRT, se e ka gjitha ky shefi madh. Po ta dush ta zhvillosh ti, nuk e zhvillon dot. Dhe vetëm pasi e kam bler këta oligarkët, siç ndodhi në Rjoll, pastaj çuditërisht bëhet dhe rruga, edhe ja vjen kështu, po bëjmë rrugë panoramike, po bëjmë tunel që ti shërbej këtyne, po në fillim fare toka blehet për 2 lek ose vidhet, dhe pastaj bëhet rruga, çohet ujë me lekë taksa paguese, pra këta nuk paguajnë asgjë vetë. Ta janë mjeshtër, nuk duan të çojnë asnjë lek nga xhepi, as taksa s'do me paguajnë. Që thonë ne kemi përfitime, se do të kenë as përfitime, hoteleve përsye, infrastruktura në falas, përjashtuar nga taksat e nga gjitha, i kanë bërë gjithë benefitet, nuk paguajnë as taksa. Pra po mendosh atë sa përfitim ka për ekonominë, asnjë gjë s'ka për ekonominë. Për vetë është edhe kancer, është kancer i keq. Dhe sa ndodh bëri këtë që thamë aty, çon këtë rrugën. Pra, prona dhe kapitali nuk përdoren dot pa lejen e krimit dhe të shtetit. Pra, siguria juridike e këtyre dyve është cënuar. Konkurrencë e lirë dhe sipërmarrje e dim neve që s'ka, ku po i shohim. Ne e pam sa konkurrencë lirë kishte te Akshi. Apo ne e pam sa sipërmarrje të lirë edhe vendimarrje procedura konkurruese kishte te ARSH-ja, apo si caktoheshin kush do e fitonte me çfarë çmimi do e fitonte. E di shqiptar, është vërtet. Iku dhe kjo pra, si kapitalizmi, konkurenca, sipërmarrja, iku dhe kjo. Marrim tjetrën, që një shtet jetë funksional, që të funksionojë si shtet, a duhet të bazohet e parimi i privatësisë edhe i mbrojtjes së të dhënave personale dhe shtetërore? Po kjo, a u cënua? Na e dolën të dhënat, a e mori krimi i organizuar të dhënat, a hyri krimi organizuar dhe në kadastra, i ndronte gjendës e kush ishte pronari kësaj toke, kur t'ja marrin me gjitha. A ju dhanë të dhënat krimit të çdo niveli. Pra, u rreziku dhe kjo element. Dhe elementi i fundit fare është e drejta e çfarë? E drejta e protestës, e ankimimit administrativ dhe e rendit. Që e pam atje në fund. Ç'a ndodhe atje? Jo vetëm që nuk i lanë njerëzit protestonin, policia rreth qytetarin, po e tërroqën zvarr të krimi, apo pra s'kem as rend, nuk jem as i mbrojtur. Juridikisht, si qenie, pra nuk mund të bësh as ankim administrativ që të hetohet nga organet, jo hetim penal, administrativ që kjo gjë është bërë keq, kërkoj të drejtën e informacionit, Po të shohim këto 5 shtylla që unë ju thash juve, i bie që siguria juridike në Shqipëri është dhe pak të lloj sigurie juridike mund të bëj një pyetje, a mendoni që mund të vi kapital cilësor perëndimor me këtë? Ky lloj ambienti tërheq vetëm njerëz që duan të luajnë në këtë lloj ambienti. Nuk të vjen një sofistikuar këtu, siç po del dhe e vërteta që nuk po del. Nuk do ishte kështu. Dhe që ajo e nartës ka qenë një gënjeshtër e tmeshme e madhe.
Ai 4 miliardë, tipo apo do del tani që këta donin ta qisnin sikur do ishte vetëm ajo copa e vogël që ishte gardhuar, kur tani po del që plani real ka qenë nga fillimi deri në fund, apo s'po del kështu, a? Se për ne zonë të nxjerrë deri në kufimin e Vjosën. Po këtu shpëton Sazani apo përdor si kamuflim, se ndoshta ishte zvërneci ajo. Pra mendoni që edhe këtë do shpëtoj Sazani? Unë mendoj që Sazani, që unë di këtë gjën që është ky që tentoj ti bëj lëmsh ose ti asocioj, se po të donte të mirën amerikanëve, edhe sikur amerikanët të ishin, sikur të ishte Jared Kushner dhe Ivanka Trump, po ky është i mirë me ata, i do shumë, ky do dilte të thoshte ata që kanë ata në çdo media, që jo nuk kanë lidhje ata. Janë çunat tan. Janë që ti shpëtonte. Ky bëri të kundërtën. Ky kudo do t'i asociojë ata, që të marrin të mbrohet me anë të atyre. Ata kanë thënë, jo, ky shkon thotë, ju po sulmoni mua se janë ata mbrapa se duan të sulmojnë Trumpin. Po ti shpëtoj atë. Mos i krijo probleme, ëh? Qose s'do. Për Grekët nuk po ju pyes sepse ju e cilsoni si asetin më të madh të Greqisë, kështu që nuk po pyes për agjenturat greke. Kë? Për tjetër, që Sazani, unë besoj që Sazani, po nuk u bë zvërneti, Sazani nuk bëhet dot. Sepse Sazani ka nevojë për infrastrukturën e zvërnecit që të eci, jo se janë të dyja bashkë. Më kupton? Pra po që bëhet zvërneci nuk bëhet dot Sazani. Se nuk shkon dot, nuk del fizibël, nuk del fizibël. Se mendoj pak, do të bërë aeroporti, do të funksionojë aeroporti, do të bërë rrugat, shkoj jatit, shkoj ujë, shkoj ushqimet, se nuk kanë se sa me që do vinë ata, nuk mund të vinë nga ajri, ose do vinë me jate. Do vinë me jate, do futen aty në Sazan direkt, po më rastin nëse do vinë me avion, se nuk janë gjithkohës me jate, po mund të vinë dhe me jate. Po mendoj pak pas edhe po erdhën me jate, ç'a benefiti ekonomike ti, thoj ti mua. Erdhën me jate, ndaluan Sazan, ikën nga Sazani, shkuan atje, përjashtuar nga taksat. Ç'a përfitove ti? Asgjë. Me helikopter do i vi ushqimi, shkojnë e marrin ushqimin e eventit se ushqimi tonë nuk ka hanë ata këtë cilësinë që sillin këta oligarkët për ne, se nuk janë budallënj tanë këtë tonën. Të ky vetëm mall për Shqipërinë. Gjithë për Greqinë, ai lidhë modelin ekonomik që unë kam thënë, Edi Rama i ka bërë nderin më të madh. Nëse Shqipëria donte të diversifikonte ekonominë e saj, do të fokusohej tek portet dhe tek rrugët. Dhe tek logjistika, se te Greqia ta thash, nuk është vetëm Greqia turistike ka çka djallit feta, po Greqia ka flotën tregtare nga më të mëdhajet në botë, të transportit. Ka porte, ka rrugë tregtare që kalojnë mallra edhe të mira. Dhe kështu ditërisht kryeministri jon i ka bërë një nder shumë të madh atyre duke lënë Shqipërinë për 30 vite pa porte. Greqia është shumë e lumtur me këtë modelin ekonomik që kemi ndërtuar ne, kur ky thotë që Greqia po bëhet xheloze. Shqipëria një nuk ka kapacitet të konkurrojë Greqinë. E dyta, me këtë lloj modeli ekonomik, me këtë lloj modeli turizmi, jo të gjithë do të konkurrojë, nuk do bëj, Greqia shumë e lumtur, me këtë model. Dhe e dyta, duke lënë vendin pa porte, që i ka çmontu portet. Dhe do dojë 50 vjet për të bërë, i ka dhënë Greqisë garanci që për 50 vjet Shqipëria nuk do dalë dot në një model ekonomik tjetër dhe nuk do përbëjë asnjë konkurrencë për të që është Greqia me rëndësinë e saj geostrategjike. Kështu që besoj që kjo është aleanca që ky ka bërë edhe që i ka thënë atyre më lini mua në pushtet. Të bëj edhe një pyetje shumë tjetër se të them vetë se me që përmendëm modelin turistik. Kanë thënë këta që ne kemi këto vilat elitare apo jo, ke dëgjuar që janë vila elitare. A keni pa ju në një doktor, unë kam bërë pyetjen shumë betave këtu, keni pa që ta ketë bërë një nga këto vilet në një doktor suedez, ose profesor norvegjez, ose arkitekt këto që shuen elita sociale, këtyne, që të vinë, ose kirurgu gjerman për këto. Jam i sigurt që po të kishte ardhur njëri për atyne, që ishte ble, do kishin bërë emision vetë këta, ku ta gjenë që të vija ai që ka ble. Po dhe që ka nga 10 apartament, nga 10 vila kishin ata banditët aty në palas, sipas dënave të spaku. Kështu që këta dhe kemi parasysh diçka tjetër. Këta jo vetëm që nuk do bëjnë turizëm elitar, por po të shohësh modelin e palasës, ata nuk të duan as ty as mua si klientel. Klientela që e ka ndërtuar modelin është që Shqipëria të bëhet vendi ku të harxojnë lekët çunat që punojnë jashtë.
Pra të fitojnë nga të dy anët, i marrin çunat punojnë për që çunat punojnë për qeverinë dhe për oligarkët, i marrin lekët çunave me bën ndërtim, edhe ja shesin të njëjtin produkt, edhe ushqimin, po prap çunave, që s'dalin dot jashtë. Edhe ja shesin sa frangu pulën. Se çunat janë 18 janë investitor, po ka dhe çunat vegjël që janë klientë, që bëjnë apartamentin, që shkojnë te plazhi, ë? Ja po ta shohësh ta kanë ndërtuar këtë model. Nuk të duan ty duan ta kthejnë në këtë hobi dhe i pëlqen kjo. Është modeli i thjeshtë, e kupton? Shiti lagu me shampanjë, lagë me shampanjë, 5.000 euro fatura dhe është turizmi. Po more këtë lloj turizmi nuk të shkel më njëri tjetër. Nuk rrit doktori gjerman ngjitur me çunat në një vend, apo kupton? Apo e kam gabim, ha? Si vetë. Kam dhe diçka të fundit si u bë një panoramë dhe serim të plotë, tani do ta mbyllim në aspektin politik, duke qenë se edhe ju keni qenë pjesë e protestës, në brenda kishim dhe prezantimin e 5 pikave. Si shikoni ecurin tani në vazhdim? Në kam thonë, tani është pjesa më delikate e kësaj proteste, do pak rezistencë, do pak durim, që ta mësuar të durojnë, e ke parasysh, po Rama po do vetëm të duroj më shumë se ne, mos shohin televizor, se është të mëshme po të shohësh nivelin e diskursit që mediat e kapura kanë, algoritmi i kryeministrit, dhe janë gjithë papagajnë e tij. Edhe qëndres. Pjesa më e madhe e kësaj gjë, kryeministri është tërësisht diskredituar. Domethënë është breti Lakuriç, e din të gjithë që është benjeshtar dhe ekonomia është modeli ekonomik shqiptar është. Edhe modeli i tij ortakëve të tjerë tërësisht i ekspozuar. Është më i dobët se kur, uroj që sistemi kjo i dha një shtysë sistemit drejtësisë, uroj që dhe sistemi drejtësisë të japi me punën e vet përshtetje protestës, po jo të vazhdoj punën, jo se ta bëj për protestën, po të vazhdoj punën drejt për të bërë gjërat e veta. Protesta i ka arritur qëllimet, e ka nxjerrë Ramën edhe pak çfarë quhet. E ka nxjerrë plak të dalë moda. E ka nxjerrë jashtë loje. Pra, përse mashtrues, e ka nxjerrë jashtë loje. Edhe të vazhdojmë të rinë me të rinjt. Se Rama po ta shohësh e ka me shumë fiksim që jo vetëm të gjej kokën, po t'ja gjej edhe çik kokë 60 vjeçare, 50 vjeçare, se me ato ditë merret. E ke parasysh që ta qisë se është më i vjetër se është më i ri se ai kundërshtari, ha? Ja më i ri se Saliu. Këtë s'pa e bën dot këtu akoma, ha? Kështu që të rinjt, edhe pse do eci mirë. Edhe çon që kanë bërë këto ndërkombëtarët, ishte me shumë interes ajo vizita në Francë dje. Edhe duhet parë se duhet lexuar, unë kam besim që me stabilitetin ata apo me sheshin? Si? Ata mund të jenë me stabilitetin perëndimi apo me sheshin? Varet se jo gjithë perëndimi mund të jetë në një mendje, ha? Varet se jo gjithë perëndimi mund të jetë në një mendje, po mua më bëri përshtypje dalja dje. Macroni e parë herë është drejt fundit të mandatit dhe e dyta ka edhe përqindjen e popularitetit shumë të ulët tani në fund, por përveç kësaj është mësuar me jelek verdhët atje. Bëri përshtypje dalja këtu kishin thënë sa që dolën të qeshur. Mu fal nga më duk se kur po dilin për vaki, se kur po e përcillte për ta çutë të shumtët, ëh. Ishte edhe bekimin e fundit, edhe po e mbandi kë prej dore që hajde bëj fort tani, bëu burr, bëj si do bësh mendoje. Kështu që mbas është dhe që i kanë dhënë ofertën. Për të larguar. Për të dalë nga loja. Dhe do ta mendoje. Dhe mbas nëse se pranon këtë ofertën franceze, pastaj mbas se do ketë më ofertë që për shumë cave, s'ka më pastaj plan tjetër. E mendoni që mund të ketë një ofertë franceze për të dalë nga loja, për të ndërhequr? Po, për të dhënë zgjidhjen. Mendoj që po. Mund të jetë. Se është folur edhe për gjermanët që mund të kenë gisht në këtë, po. Domethënë mund të jetë dhënë një propozim. Pavarësisht mos shohim pra nuk u mbajnë ai deklarat, nuk u mbajnë ai gjë, nuk po duk se doli hyri më i qeshur se sa kur doli, ëh. Kjo, të pastaj ishte më shumë mirë njohës. Masi është dhe, çka. Një propozim dalje, për të mos e djegur Shqipërinë. Tash, do të shohësh se që do të spaku që do ndodhin këtu, se këtu do të kemi parasysh gjë. Nëse spaku i vazhdon, duhet që pretendon ky se ky është
Thash, nuk është për të besuar as këto institucionet e veta. Se institucionet në Shqipëri kanë rënë. Kështu na thoshin neve, jo se ket sakt, s'është paraja e drogës, ne gjithë e shohim domethënë çfarë është. Ne e shohim që krimi është në përzyra. Ne thoshin neve se ti nuk e shef mirë, nuk është krimin e përzyra. Kështu që ata shqiptarë shef. E di se ç'a ndodh. Dhe kam përshtypjen që po bëri spaku një 3-4 goditje si puna këtyne. Të mëdhajave. Në pushtetin ekonomik, te oligarkët. Po, që teorikisht do të shkojë te oligarkët. Domethënë sipas mendimit tim, logjika ime më thotë që radhën e kanë oligarkët tani. Nëse plani po ecën siç duhet. Pra me politikanët shkuam deri afër Ramës, te krimi te mafia, po ta shohësh, kemi shku te majat, po shkojmë atje afër kokave. Te oligarkët po presim, po teorikisht që të mbyllet ky cikli duan edhe ca oligarkë dhe sidomos ca oligarkë të lidhur dhe me media, do ishte më mirë akoma. Një rrugë e punës. Si kombinim, se kjo është ajo si thosh tentakula, oligarki, media, politik dhe krimi organizuar është establishmenti në Shqipëri sot. Tani ti jemi realist. E ka thënë Detmir Bushat, është e qartë, është dhe janë ortak. Domethënë, ata janë ortak kundra shqiptarëve. Po ta shohësh me vëmendje, janë bërë bashk për të vazhduar sundimin ndaj shqiptarëve. Kështu që sikur 4-5 të bëj spaku si puna këtyre. Këtu mos duket çudi që të bllokohet ky rubineti dhe me bashkimin e vullnetit ndërkombëtarëve për të bllokuar rubinetin e paraspisit në Shqipëri. Edhe sikur të bllokuan një 60 kulla edhe një 50 pallate në ndërtim të ca rezorte që janë edhe lekë qytetarësh, mos bëhet çudi që pasojat ekonomike të kthehen pastaj edhe pasoja sociale. Si në Po ke remedim qytetar. Problemi është që ndërkombëtarët nuk duan të dasun, nuk duan që të digjet Shqipëria. Kurse politikanët shqiptar kanë këtë mendim, ta marrin peng, që po ika unë le të digjet, Ata s'duan që kështu të ketë trazira. As ne s'duam, Kurse ta thon, unë siki po s'u dogj, po s'u bë trazir, po s'u bë, Kështu që do të bërë kujdes nga kjo gjë, por do të bëj kujdes edhe qeveria. Prandaj do kemi kujdes nga kjo gjë, do të bëj një paketë për mendimin tim, unë kam propozuar. Edhe këta të protestës do të bëjnë një paketë, do të propozojnë që Shqipëria është një vend tërësisht do dalë me një deklaratë që Shqipëria është një vend tërësisht i droguar dhe dependent nga paraja e krimit. Ekonomia jonë është e marrë peng dhe me pasoja shumë të rënda. Mos edhe në sistemin financiar ka depërtuar kjo lidhje. Dhe se çdo dependent që ne të bëjmë tranzicionin pa kalu në pa u bërë gjë, kemi nevojë për ndihmë për të futur në rehabilitim. Dhe i thuhet bërë Europës së bashku me partnerët të tjerë që do na bëni një paketë 10 miliardë dollarëshe, euroshe, dhe ne marrim përsipër që në harkun kohor të 3 viteve ju do vini të rini te koka jon, do toksikifikohemi. Ta bëj trojka. Po të vinë, të vinë me masa konkrete, do ta bëjmë neve dhe ata të rinë ta ruajnë me kushte. Për të toksifikuar, ky nuk e bën dot vetë. Sepse është e kapur. Ky nuk ka çfarë të bëjë atyre më. Pra ti je si ai personi që nuk po të lë më, je i droguari, të ka ardhur edhe të vje pushëri te shtëpia, i ke dhe lek borxh aty që të vjen ti biderës, ti nuk del më nga skema. Kështu që kjo është që do të bërë. Pra që do ta hapi parë pranimi një, prandaj më thënë. Ke kuptuar juve që kryeministri shqiptar ende nuk e pranon ata që të gjithë e shohin që ky është një vend i kriminalizuar, i korruptuar në palc. Hapi parë me çdo personi, është kur ka një addiction është ta pranoj. Hapi dytë është merren masat. Hajde se të toksifikohem. Kështu që këtë ishte propozimi i kujdesshëm. Pra përveç atyre propozimeve me shumë vend që u dhan dje në protestë, do ishte edhe një masë e jashtëzakonshme reformash për kriminalizimin e administratës publike
dhe çkriminalizimin e ekonomisë dhe çkriminalizimin e financave publike. Zoti Tringa, unë falenderoj shumë për këtë skaner të plot që ju i bët ekonomist. Jam mirënjohës për mendimet që ndat me publikun tonë. Shumë faleminderit, jam mundur të jem shumë sa më sinqert dhe sa më troç me thonë që mendoj unë. Të falenderoj shumë. Mirë, takofshim.